Në momentin kur vjen në parlament, duhet miratuar, jo diskutuar. Sepse që t'i hymë diskutimit të një ligji të tillë, duhet më parë të ridiskutojmë a duam të hymë Bashkimin Evropian apo jo. Disa shok dhe kolegë këtu bëjnë gabimin që bëja unë deri kur e mësova, që nuk duhet bërë. Marrin një draft që vjen nga qeveria pasi është dakordsuar me komisionin përmes skuadrës negociatore dhe fillojnë i referohen vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Shiko se Franca nuk e ka kështu, Gjermania nuk e ka kështu, madje as Kroacia nuk e ka kështu, dhe pse ta bëjmë ne kështu. Ju ftoj që t'jeni të gjithë përthyeshëm në këtë pikë, sepse kur ngrihet kjo pyetje ose ky pretendim që ne nuk duam ta bëjmë këtë kështu sepse ne duam ta bëjmë si Franca, përgjigjja është shumë e thjeshtë. Që ta bëni si Franca duhet jeni Franca. Ju jeni Shqipëria. Nuk kemi kërkuar ne që ju të vini të bëni pjesë e familjes tonë. Jeni ju që keni kërkuar dhe ne jemi shumë të lumtur të kemi pjesë familjes. Po për ju kemi kushte.